Selamu alaikum të dashur, mirë se po takohemi me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku si çdo të ajte duke filluar nga ora 21 jemi së bashku me ju miq të nderuar, po ashtu e kemi si gjithmonë hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Kasniqi. Hoxhë i nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, dhe ju mund të jeni pjesë e emisionit tonë duke u inkuadruar numër kontaktues 046 22 0022. Na shkruani dhe na telefononi për pyetje që i keni për të parashtruar hoxhës, po ashtu që kërkojmë nga hoxha këshilla, po ashtu emision Rruga e Ndriçuar, mund të na ndihni përveç pranë ekranit të RTI-s, po ashtu dhe në kanalet YouTube dhe Facebook të hoxhës profesor doktor Shefqet Kasniqi. Hoxhë nderuar, para se të fillojmë me telefonatën, i lexojmë disa pyetje që na kanë arritur. Po kam frikë nga syfaqësia. Mundonemi fsheh veprat e mira, por në nënvetdije kam qef ato vepra me u shfaq. A është kjo shenjë që s'jam i sinqert apo si me vepru? Ju lutem një këshill nga hoxha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar, shokëve të tij të nderuar dhe shumë të respektuar, edhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite kanë ndjekur dhe kanë pasuar, edhe ata të cilët vinë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Pastaj lakmia e njeriut për të lavdruar të tjerët është shenjë e munafiqllokut. Çka është munafiqlloku? Mos sinqeriteti i duhur, kurse bën punë për Allah, nëse deklarohet që bën për Allah. Është simptom, shenjë. Lakmia për të lavdruar të tjerët është smundje e zemrës. Është alamet simptom i imanit shumë të dobët. Është alamet simptom që robi më dert e ka, apo lavdrojnë, as për lavdrojnë njerëzit, se sa e ka pranu, apo e pranon, e ka tamam punën në raport me Allahun. Andaj, ke i bie shumë keq. Për atë arsye, këtë argumentet shariatike qojnë qëtje, qëtë pikë. Orrejtja e kërkimit të lavdatës. Lavdëm të mua. Sepse zbohen bashk sinqeriteti ndaj të madhit Allah dhe syfaqësia. Sepse kjo është syfaqësi. Kur punën e bën për të tjerët, për çka bën? Vetë për mend të tjerët. Syfaqësia çka është? Cili është definicioni për kufizimi e syfaqësisë? Përpas, kur njeriu bën një veprim, e bën një punë që të tjerët ta vlerësojnë, që të tjerët të lavdrojnë, që të tjerët të përmendin ty.
Pra për njerëz. Kjo për njerëz e jo për Allah. Së në bëndyja për e në bashkë. Njëjtin zemër nuk mund gjenë vend. Kjo për njerëz e jo për Allah. Apo jo në dhe për Allah e kam po edhe për jetë. Bashkë s'mundesh. Bashkë nuk mundesh. Kuptoje. Njënën kime qitë për para. Atë shumë e ka shtrënguar shariati këtë çështje. Që shtë në argumentet, qojnë qëtë. Sa që njeriu i cili bën punën për me thonë se kanë bërë të tjertë, deri tek luftra, ibadet i shajt, adhurimi madh, me shku me dha jetën, për vatan, me dha jetën, për popull, për millet, për morale, për popull, për vatan. Megjithatë, ka vepër më madhështore, por njëti. Hadith Bukhariut, nëse ka bën, për me thonë halkë se o trim, që për me thonë, me laftru. Ose ai cili jep djallë të të majtë, jep e marrën shpia njerëz këta dione, organizat, shoqat, fundacion, humanitar qelë, kejt për pareve ti. Por për me thonë të tjerë, se këdha. Ose e tjetër dhe le fletë, këtë futën edhe gjëllarë, se edhe me hadith ka ardhë. Këtë futën gjëllarë, këtë mund të në përfshi edhe neve. Kje treta, lexojnë Koran, japin ders, tregojnë halal e haram, të shpjegojnë fejnë, por për me thonë, se filani, ala me të vëgjesh. Që vëjtë nuk? Këta në sytë njerëzve punë të më dha kanë bërë. Por të Zoti këta e që s'kanë bërë sen. I që s'kanë bërë sen. Po këta të tret jenë të parë që me ta hapën xhehenemi. Andaj ke punë shumë e ndishme. Për ata, ne si musliman, me thjeshtu si kjo temë, punët nuk guxojnë me bo për njeri, as për dynja, i bëjnë për Allah. Punët i bëjnë për Allah, falemi për Allah, agjerojmë për Allah, jepëm sadaka për Allah, ndihmojmë njerëzve për Allah, qoftë me pare, qoftë me munde, qoftë me që me një fjallë të mirë, me që ka të qoftë, i ndihmon për Allah. La ilaha illallah. O jep buk për i Zot Zotit, sepse din vlerën e bujaris, e din sevapin me çka me dhonë buk. Andaj ju jep buk njerëzve, të mirëve, të këqive, kush djetë të shpia ju jep buk, por kur njetë nuk kërkam për i tyne me ta këthy. La nuridu minkum jazaan wala shukura, innama nut'imukum li wajhillah. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Nuk ju shqejna, nuk jep me humor, ajet koranor. Në surët Al-Insan, nuk japëm në njerëzve me humor, as me pija, as jetim, as fukarave, vetëm se për hatër të Zotit. Tani, të kë djaloshi, mundohem të bëj punë për Allah, kjo është e kërkuar. Por me gjithatë në vetdijen tënde, vjen ka njerë është e vërtet. Sepse është natyrë e njeriut. Ani pse do të leftoj robin nefsin këtë pikë. Të bëj presjen nefsit, se nefsit shtyn ty me ta përmend të tjertë. Nefsit, të e din që nuk kanë rregull kjo punë. E din,
por nefsit shtyjnë. Andaj është mirë robi atë sa mundet me liftu nefsin. Dhe më mënu me harro punë, për mënyra më të mira, është në këtë fush, është me harro punë të mira që ke po. Sa që nëse thot dikush, ty të kam bërqë, pëse më ki bërqë mu? Sepse para 10 viteve, para 5 vite, para kota di une, ko harë bëk të ti. Po e tybe para, ku më harru krejt. E dyta, namin nuk ka bëq që ke harë bëk të anë, se ty më kanë harë të më kështë harë diko tjetër, ti mos më kënë ndëru, që ma ke harë bukën të eme, se buka është të Zotit, po në përmjet me ka që më Allah, unë ta më këthynë të nësofër të pas bo mirë, se namin se këmë ba. Po se këmë ba namin, la, Allah është ta këvëllat do bëk me harë. Mënyra me mirë është me harru. Unë me harru. Kështu gjemë ulemanën selefve të partës, këti meti kështu kanë vepruar. E për me nëzit këtë hala ma shumë, pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon një lloj metode, mënyre. Për ata të e bekuar, edhe njëri prej për shembull, një për argumente, për haditheve, edhe njëri prej 7 grupeve që do t'jenë të lumtura në ditën e Kiametit, kur do t'jenë në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall, është njëri i cili jep me dorën e djathtë e nuk e din e majta çka dhe e djathta. Ose, në njëjtin hadith, edhe një njeri i cili kur e vetën, fadat ajnahu, i rjedhin lëtët, i rjedhin lët nga friga Allahut. Sepse para gjemate, para milete, ma let me kajt. E vetë kur kanë kërkosh nuk lavdërën as nuk të kesh, ti me Zotin tënë. Edhe tek dhanja, prapë që po thëtë, mundohu me dhanë, atë që më sheftë, sa që majta mës me ditë që edhe e djata. Krejt kjo me luftu nga ana psikologjike, që atë ndjenjë që e ka njeriu si njeri, e që është lakmia për të lavdruar të tjerët. Po në parem, kjo është prezente tek njerëzit, për pas ata që e kam shëru, Allah i ka ngritë shumë lartë. Por në anën tjetër është kulturë e tjetërit, me falendëruate. Mësusi e profa, nxënësat e mësën ja përmen, e mësën se ka detyrë. Ose prindi fëmijët e vetë, por është kultura edukatë fëmiju, ja përmen prindit, me thonë ke hekë për neve, je mundu për neve, je lodhë për neve, ose edhe nxënësi mësusit, me thonë, faleminderit ke qeni mirë me neve, na ke dëru neve, ja ke bo maksimum me neve tjere tjere. Dhe për fund krejt, ne dohet me shëqëru krejt këtë proces, sepse shumë rëndësishëm kjo. Shumë kjo rëndësishëm, për kësaj mund varë gjenit në gjëhnemi, me shëqëru me luti me doa, o Zot, në bënd t'jem sinqert me ty, ja Rabbel Alemin, edhe kur jemi në vetmi, por edhe kur jemi në publik. O Allah, në bërë rëzk, e në ruaj sinceritetin, ikhlasin, ta kem punën për hatër të Allahut Azza wa Jall. Amin. Allah shumë leftë. Përgjindërum, kemi telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Si që duket, telefonata pas ka ikur. Alo, selamu alaikum. Përgjindërum, kemi telefonat. Alo, selamu alaikum. Ka i telefonata. Kemi telefonat tjetër, apo të vazhdojmë me një pyetje regjia. Alo, selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Jeni drejt për drejtë, më thënë rruga e ndriçuar. Keni pyetje për hoxhën? Po, e kam një pyetje, ju përshëndes të dy. Faleminderit, na ju përshëndesim. Urnoni? Pyetja është, unë kam problem pak me tension dhe po më duhet me hongër hudra. Mirë po është problemi për namaz. A mundem unë, për shembull, me hongër edhe me fal, apo duhet mos me hongër fare, se
tabletat nuk po mi japin mjekët. Shkak se nuk e kam shumë, po mu po më pengon. E qartë. Allah nderoft. Marrim një këshill prej hoxhe. Hudrat, qept, janë bim shumë të dobishme, por pejgamberi ka quajtur khabithet këqija. Për nga aroma natyrisht, jo për nga dobija. Sepse për nga dobija, pikëspari, ajo është bim që të gjithë e dinë që ka hajër, dhe si dytë është të vërtetuar edhe shkencëtarisht që këto dy bim kanë dobi çuditshme. As dobi të mëdha kanë, sa që në disa kultura të vjetra edhe i kanë përdorur edhe për magji, kanë shëjtruar. Sepse kanë pas një bini që për tyne dhe gjën tike nuk afrohen. Disa kulturat vjetra. Po. Kështu që këto janë, subhanallah, ka kriju madhe Zot, dhe janë për dëshmen të lehta janë. Zotën çdo sen, që është i nevojshëm për trup të insanit, Allah ka falë ballok. Veç pak punë bëhet. Mënyrë që me a letu rrezikon njerëzve, po kë nuk e prek, nuk e qëtë gishtin kry. Pse toka aq lehtë e bën bereqetin, veç pak punë me po. Sepse pa bereqet kjo çka rënon, çka han. Pse uj ka që kanë gati gjenë? Sepse pa uj kjo vdes. Edhe tek bim, tek perime, tek. Shumë thjesht bin ato. A më janë shumë të rëndësishme për trupin, për organizmin e njeriut. Dhe jo vetëm kaq. Por i madhi Zot. Mund të thë dikush po mirë, kep nuk bien të azami, s'po di cilën vend botës nuk bien. Mirë. Çdo pjesë e botës i ka specifikat e veta. Për nga klima, për nga natyra e tyne, konstrukti i tyne, metabolizmi i tyre, imuniteti i tyne. E që ushqimet kanë ndikim shumë të madh në krejt këtë proces të jetës tyne. Ushqimet nga të cilat janë ushqyer ata që për tyne kanë lind këta ma vonë. Andaj këta kanë dalë për qasaj toke. Nuk kanë dalë për Ballkanit, por kanë dalë për Pitazami, për veriut atje, polit verior apo jugor. Apo lindën e largët, apo në fund perëndim atje. Dhe për që ati vendit që është krijuar, që e njeri, që e substancave të tokës, njeri është i ndërlidhur me to, dhe që ato i mjaftojnë njeri për shëndetin e tina. Kështu që aja atje në Brazil, ose në Kile, ose vendet e Amerika Latina atje, ku tazami nuk ka tazami, do pëmë që kemi një këto, ata korë mos me hongër pëmë tona, mangur shëndet nuk kanë. Po edhe kondër ta korë të mos ha banane, korë përit mos e tot, korë njët mos ha banane, derin kiamet të mangës kemi met. Në mirë të banë, po mangës kemi met. Sepse trupet i krijuar në këtë tokë është i krijuar në vendi ku nuk ka banane. Thjesht. Kjo kështu ka kriju si. Tani, kjo veç sa për me tregu madhështin e të madhet Allah, një kep, një hudër. Madhështin e këti dini, madhështin e këti krijuesi që ka kriju për neve çdo send. Andaj veç që Zoti kërkon që me hongër për të mirave tina dhe me falenderu Zotin. E jo me hongër për të mirave të Zotit, e mi pi ujtë e Zotit, e mi përur gurit, e drunit, e statuisit, jo, se gabimo. Jo, që to gabove rand dhe këta s'ta falë Zotit.
që të nuk ta falë, Zoti. Ja nuk ta falë. Jo, pasha madhin e tina nuk ta falë. Jo, ja. Tani motër, se zjatë në bënë halal, hadithi pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, për hudra është ai që hanë këto dy fryte i quan të khabithet këqija, kuptim të aromës, mës t'ju afrohet xhamijave. Kjo është veç për xhamia, oj motër, e jo për shtëpia për rrugë ku da dione. Kështu që ti me haj, por kur ti hëngsh, mos shkan xhami, kështu hadithi po thotë, mos e afro xhamia me këtë aromë. Mos e afro xhamia me këtë aromë. Nga se i rëndën gjematin, dërsa në shpitanë ti, hasat mësh. Pa problem, po. Allah shpëleft. Kemi telefonatën radhës. Selamu alaikum. Alo? Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën e drejt për drejt? Hoxha pyet dëgjon. Dhe ishta me pyet nëse një njeri ka sekrecione, ai si do të me vepru për namaz, nëse ka frikë se mund të më ndodhe në namaz. Kur që mërë pallo me një fshin. Në rregull është. E nëse ndodhë gjatë namazit... Namaz i fshin, namaz, e ma një minil, namazin që ka më deshë në gjepë, anë të nëzjenë. Minilin në gjepë, edhe ma që është të fshin. Që kime ba? Po kry. Allah së Amen. Sepse kjo është lëvizje vogël. Dhe është të dëmëzdashme. është pjesë e pastërtisë. Të ja kemi fshi holt, ja kanë me të shku poshtë me bë 5 xhamin, edhe me gërdit njerëzit. Do mund lejohet një lëvizje e vogël. Po patjetër. Patjetër. Mundësisht jo me 2 durt, mundësisht. Për me njënë ndore, merë pallome dhe i fshin hund. Sa që nëse në me majtar kohën e manë, sepse që kanë shpërthy. Kanë shpërthy hund të s'ka kush që i nalë. Ani pse këto nëse është grip, flam, është mirë mëse shku në xhami heq. Po. Kur ke grip, virus, a thot mi e ke mëse afrat mi në vogën nga të vete, a ki thmi të vogën, a thot po, pse? Mos më janë gjitë, e gjematet bërë më janë gjita? Pyetje xhumoja? Gjemaj shkon fund. Mërë në farmaske, po mërë masat, në gjithë në mask, edhe shkon fund, se të apë selam i mamit e që është ikë. Se ke bërë smenajt as me shku i pare, as smenajt i fundit. Ta shë dhe namaz me zemat nëse mërë të kënë skajt. Më fale me ikë, për jënë saft parë, dhe jënë më dis njerëzve atë. Shkoj fundit, s'ta kryni mami, që i ki pare dhe hajtë. E rëndësishme, vlla pyeti nëse ka insani sekrecione, shkojnë hund në namaz, e merë pallomen, i fshin hund, në rregull është kjo punë. Allah shpëleft. Pranim telefonatën e radhës. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. E kam një pyetje për hoxhën. Po urnoni. Kom opërtu, do me thonë në për Ramazan e kom qitë pyetja, am lejohet me agjeru Ramazanin se me këto fjallë që jam vllahus? Në cillin muj i ke qenë? Urna? Në cillin muj ke abortu? 7 javë. 7 javë. Po. Fëmija a ka fryti, fetusi, që shquhet aju? Vesh pak. A ka pas ndonjë shaj trupit, thua, vesha, syja, s'ka pas ko veç mish? Jo, kur që s'ka pa, dhe që kanë fryti i bebes, e beba njëherë sopa. Qysh? Veç fruthi ajo që formota e qesja e bebes, beba nuk ka pa. Ja, ti nuk jesh lahus, ti do të më falë namaz, ti je me këse. Dëgjoj tash pyetjen, përgjigjen. Po. Faleminderit që keni telefonu me në këshillin për hoxha. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ti nuk je me lahus. Nuk je lahus, nuk je lehon. Nuk je.
E nuk je. Gruaja, nana, e cila aborton frytin e saj, nëse është i gjallë në barkë e kani, edhe dul fëmia, për çfarë do arsye qoftë abortoj, e është me lehun lahus nuk diskutohet. Por, nëse është javët e para, apo edhe muajin e parë dhe dytë, nga një herë ndoshta edhe tretë se nuk zhvillohet hiç. Andaj ne nuk e shikojna me javë, a 7 javë, a 8 javë, a 10 javë, por e shikojmë fryti i cili del, a ka pasur ndonjë gjymtyr të trupit që ka fillu me ju formu, me ju dalu. I dalohet syni, i dalohet pak veshja, nuk e si madhe si joni, po ka fillu me ju dal pak veshje, ka fillu e pak i gishti me rrit një trë, një pjesë në gjymtyrë trupit. Jo las pat kur gjo, pat veç gjak trash, ose veç cipa, ose kur gjo. Ti nuk je lehon, nuk je lehon, por është që rregullim, dohet mu qu me u pastru, e pastaj për çdo namaz me marrë abdest dhe me falë namazin mrena kësaj kohe. Me falë namazin e kohë, se ti ki abdest mrena kësaj kohe. Ta zami shtashe jatësia, ka hy jatësia, do të me marrë vesh abdest ma se të hyn jatësia, dhe falë namazin e jatësis. Le të rrjedh gjak, s'ka dert. Hyn sabahu nuk mundesh me marrë abdest pa hy kohë sabahut. Kur hyn kohë sabahut, që është me abdest, e falë sabahin le të rrjedh gjak, nuk ka dert. Kështu vepron kohë drekës, kështu vepron kohë të qindis, kështu vepron kohë të akşamit. Tamam? Andaj motër ti edhe duhet me falë namazin, edhe duhet me agjeru. Obligimi ki agjerimin. E tani, dite që të ka një këtë të namazit, ta zami ka bërtu dja par aty 4 javë dite, këtu namazin sigurisht nuk i ke falur, sepse qështu po kuptohet, të mbesin me bë kaza. Bëni kaza një ka një, 2 ka 2 qysht, më ishtim bë kaza kresoria, sa dit kanë metur, herë 5 kohë namaz ditje, i bën kaza. Besej që është sharum. Inshallah. Nëse ka diçka të paqartë në otra, mundet me na pyet prapë. Patjetër, Allah ndroft. Pranim telefonatën e radhës, selamu alaikum. Aleikum selam, valla. Allah ndroft, keni pyetje për hoxhën? Po, patjetër, kam një pyetje për hoxhën. Punoni. Kam një pyetje për hoxhën, si pasojë neglizhencës mjekësore. Alo? Po i dëgjojmë? Kam pyetje për hoxhën, si pasojë neglizhencës mjekësore. Ka ndodhur një rast djetë ke edhe invaliditet. A lejohet vetarisht me lyp don shpërblim nga spitali? Tamam. Edhe rast vdekje, edhe invalid. Po, qartë, po. Allah ndroft. Pyetja është shumë e qartë dhe shumë e rëndësishme. Këtë mesele e kam shtjelluar, s'pako jam përpjekur ta shtjelloj, bukur në detaje, në librin tim veprat penale. Tek një titull atje, jo kapitull, nën kapitull, gabimet mjekësore. Gabimet mjekësore, të cilat qojnë në dëmtim të ndonjë gjymtyre të trupit, në invaliditet, i bojnë invalid njeriun, apo edhe në vdekje krejt. Por ajo çka mund ta them këtu me 2-3 fjalë, atje kam folë ma gjatë sigurisht. Me përmeni këta sepse nëse këtina interesan, nëse kjo është i prekun, mundet me kërkun liber dhe gjenë me në detaje,
e që ata kam dhënë disa kolegëve, shokëve të mi mjek, edhe mendoj që mjekët kanë nevojë për këtë. Sikurse prokurorët e gjykatës që kanë nevojë, sepse të vepra penale, me marrë me kjo që ka thëtë drejtësia e Zotit, në raport me palëti në konflikt që janë. Çfarë do konflikti që deri tek vrasja. Tani nuk themi se ti mundesh me ndryshuar, me gjyku me shariat, po jo, se s'mundesh, por mundesh me të qelë syt tani man të qelë syt. E drejtësia është meselë e madhe, emanet i madh. Nuk ka në tokë të Zotit emanet më të madhe se sa drejtësia. Për atë postet më të ndihshme në dynjat janë 3. Është posti kryetarit të shtetit, i pari i shtetit, apo kryeministri marrë për sistemit të shtetit, është posti i miftis dhe posti i kadis. Krejtë ka të bëjnë me drejtësi. Nejse. Me thjeshtu këtë mesele. Mjeku nëse është specialist i kësaj fushë, edhe ka bërë mundin, por kjo pa të gjelin dhe vëtëq. E që ndodhë me mija miliona raste. Mjeku nuk pështën njeri. Mjeku e mjekan pacientin, nuk e pështën e pakan, mjekan e koran. Pra ta quhet mjek, nuk quhet shërus. Nuk shkruan atina në titull shërus, po e shkruan mjek. Mjek e mjekan. Sipas aftësive dhe mundësive që ka përpara njeriu. E banit vetën. Ta në këmë pas të ymer. Pështan, dhe nëse ka shkru Zoti më shëru kë shërohet, për nëse ka shkru me të invalid ose më dëmtohet, se më shëru pjesëresht, kë shërohet pjesëresht. Dhe mjeku i që ndurë të tonë në bënë, ma shumë në kemë që ka bajnë. Por, pra në këtë ras mjeku, asë një përësi nuk të ka. Asë një përësi nuk të ka. A nëpse tek ne ishtin së sistemi mjekësisë bashkohore me shtime në nëshkru, po nuk ka që anë nëshkruun, fetarisht nuk e që anë nëshkruun. Ti nëse je mjek, i qase fushë, edhe ke marrë pacientin në fushën tane, edhe ke bërë mundin e duhur, mëse ladë ma shumë. Dhe shumica e njerëzve që të nalen, shumica absolute njerëzve nalen që të, thënë mjekt i dolen hakësh, nuk e lam asna si familje, po dhe mjekt nuk e lam, por ja nuk ditën ma shumë, ja kësë pate ymer. Nuk mojtë me ba ma shumë se kaqë. Andaj, s'ka fajtu kërkosh. Këto dhe të bajtuna me caktim të Zotit, me marra robin ton, nëse është i vdekur me qunë vërreza, nëse është i gjallë kamet me të meta, me qunë me kujdes për ta, ka që ke vonë. Por, pra nëse nuk është asaj fushë, por e bën për pare, nëse për eme, ose e len e neglizhan. Sepse në mjekësi ka diçka që është urgjente, ka diçka që nuk është urgjente. Për ata që quhet edhe emergjenca atje. E që du me pas prioritet. Por, këta e neglizhojnë, nëse e neglizhën mjeku, a e din mirë që smundja e tina çdo ditë për të është tepër. Çdo ditë është shumët, se le më një avë një muj, dhe e neglizhën. Dhe smundja e mërë dorën, ja mërë kamen edhe bëndë vetën, këtë dohet me pagu. Po, nëse ka vdek me pagu gjakon, dijen. Nëse ka shku ndë një gjymtyr, e pagun qatë gjymtyr.
E që bie me kërku dëmë shpërblim. Po. E drejtë është? E drejtë. Sigur se atje nanë e krimeve. Nëse ke vrar njerin me qëllim, është dënimi më i rëndë, që është me ekzekutim. Po je ke myt valla gabim, anë të gabim ke myt, po do të paguar. Sepse ti i pakujdesshëm, edhe ka di rritina, dhe njeri shkoj, ose e këputë njerit kamën, andaj të mja pague qatë pjesë të dijes që për kamë, e që është gjysëm dije për një kamë. Sepse e paralizove. E nëzjere pe funksionit kamën, nga pakujdesia jote. Po. Allah ndërëft. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmatullah. Keni pyetje për hoxhën? Po, Urnani. gjatë pamjeve për të vdekur, a është e pëlqyeshme ose a bën me mos me shërby për shembull se kur pije për shembull lounge këto sane, kur të vinë musafir për shembull njerëzit me pa, edhe ana rrok marrja për shembull nëse nuk i shërbemi me ato pije, edhe një pyetje tjetër nëse bën. Po? Për shembull unë jam tregtar. Tregtar edhe domethënë tash e blej shembull një sen për shembull për dikujt për shembull telefon ose kerr, për shembull e blej për shembull 400 euro ose 40 euro, 50 euro për shembull, a më lejohet mu për shembull deri nesër për shembull me lënë me marrëveshje më jashit të njëjtit njeri për shembull 10 euro më shenjtë për shembull 50 euro. Allah shpëreft. A ja ke blejatina? A bën edhe veç edhe një kështu një pyetje. Po është përgjithë 2 milion mas pauzë, inshallah. Po, fal, tjetër qa? Urnani? Po, thash, e kam po mje kesh pjogjës e bëdë që kam vrejtin këtë emision, po jam të thirë si shpesh, këmë thirë edhe mujnë e kalum, edhe më kanë këthy ata që i pranojnë telefonatat, më kanë këthy me shkrim që mos tërë ka shpesh, edhe në kështu kanë shkru numër telefonit, mos tërë ka shpesh, edhe shysh nuk e kom një vetën mirë, edhe kështu. Po. Kërkojmë falje, po kemi të vënatat të Që ka thirë shpesha? Po. Që për një tja? A? Të për një? Jo, nuk për një, veç po hatë kom thirë shpesh. Më thëmë kërkojmë falje, po kemi shumë telefonata. Na bë halal, onës për di kur gjë. Na bë halal, po. Në rregull, po ata adhen veç nuk adhen kanë shkruar në telefon që mos tërni ka shpesh, apo di kështu edhe tani e njëjta vetëm pa kërën që ka ndodhur para një muaji, po. Tamam, Allah që përbleft. Po. Amen, hoxha. Allahni Allah kërkojmë falje, Allah i ndëroft. Këta një sen para se më shku, pa u mësë vëtë më shku, Po. da të kemë parasysh një sen për me justifiku tekniken. Këta nuk kanë interes teknika. Qëfar interes se kanë me janol diku, i mja dhon diku telefon, qëfar interes se kanë? As nuk i njohin. As nuk i njohin. Por mesele vetëm më mundu me bo një farë arane sepse dikush thirë 500 herë, 500. Së në mërë ditë gjëna. Apo? Andaj mesele është këto, s'ka logjik, mësa në këto, që më të rëse mu tash, kush më thirë mu? Qa mund të zgjidhe në kush për më thirë mu? Qa kam dikim në? Edhe ti, qa kem dikim na? Të dim pra, asë pyjtëm nga jenë, asë pyjtëm me emën, asë vesh në së të regon vetë. Po është meselja është, çështja është që me mujtë mja dhonë se dikush ka fatin e kap me të paren. Gjithë e kap me të paren. Ndërsa tjetri, 500 nërë mundohet i ngrati, 5 mujtë ditë, më kanë, ndoshta ka bëva kjena kanë të regu që sajna me mujë, nuk na mujtë me marë. Pra vesh mja dhonë hapësit e tjerëve. Andaj, bëjnë e halal vlaznive se nuk kanë pas qëllim të keq, e mos jetë hatër, Allah i dashtë të trujtë. Faleminderit shumë. Përgjigjet shkojmë mas Tamam. Shkojmë me marketing dhe rikthehemi pas pak. Selamu alaikum, mirë se dashur, jemi rikthyer sërish me emision Rruga e Ndriçuar pas një pauze të shkurtër. Hoxhi nderuar, e kishim telefonuesin që na telefonoi para marketingut, kish dy pyetje për gjatë pamës. Mos më shërby pije që servojmë. Edhe e dyta ishte... Për parën, që këtë e parë, po.
me shërby, mës me shërby në të pame nuk prish punë. Sepse njëri në të pame nuk shkan me pi e me hangër, por shkan me pa, me ingushlu njerëzit, me lutë për që atë vdekur, e që kjo krejtë gjatë 5 minuta, 10, 15, ndoshta edhe ma pak. Për ndryshe që rënë tanë ditën mi prit aty, a i s'ka qare papir, normale e po. Andaj një njëri cilë rëndët 15 minuta, e shërbeve nuk e shërbeve, nuk qënë pesh kur gjë. Nga njëherë me i shërby, me i lut njerëz është me mirë. Bile me i lut. Veçanti kur o vape madhe. Me ujë. Por nga njëherë me i shërbyra njerëzve vetëm sa për i pengon. Për bëhet si me shku, si me qenë darsma, njerëzit nuk për i len me folë, me shprej muslime, sepse koha 5 minuta është pak. Andaj krejt kjo varet për i traditave të njerëzve, për i kalablakut të njerëzve, nuk dohet me bët madha asate, por me lënë do ujë për para që aty bile do ujë është mirë, ujë të Zotit. Sepse njerëzit janë ndryshe, njerëzit kanë halë. Dikush pa ujë së në rënë është smut, dikush ka sheqerin dhe i lyp në stop me pi ujë. Në të qëllën do ujë që aty. Po me thanurna në bura, mërni nëse jam rëhuj, diçka në regull është. Por në disa vende, e kanë pahjek krejt pijete, e kanë pahjek nuk leshin kur gja, dhe unë i shkoha një vend dhe e shfryzoj autoritetin tem. E ta në autoriteti kanë herqeludh. E qërtova ta. Tha që kjo nuk kanë regull. Nuk është me senet njerëzit mësë me qitë ujë për para. Nuk jem në gjerim në Ramazana. Të mësë me qitë mua melcina për vdekje. As qokolada mësë me qitë, se sens për më vynë. Po, një shishe ujë me në qitë që atë njerëzve është në regull, se ka nevoj njerëzit. Dhe e këthyn. Kështu që këtë punë nuk do të me shtrëngu shumë, por as me por për të rritë njerëzve, unë mendoj për përseres do ujë me qenë bile është në regull. Tjera të sene, milandet që atë, nëse dënë dikush, e që pak kush i përdor ato. Por kjo nuk kënë punë bidatit. Kjo s'ka të bëjmë i bidat. Njerëzve ka nevoj për ujë. Ujë e ndaluar është në Ramazan. Në Ramazan, me selin veti, është Ramazan, le njerëz dhe ujë. Masraf me zbatanet, me qokolada, me bambana, me këta dio, me mushtavolinën. Ajo është e tepër, ta është në kalëzu që në i natë pasën, që aty në bidatët tani. Se përket pyetje si dy që e bërë këj ndëruari, letëzaja hajtë. Po, pyetja i dytë ishte thotë që jam tregtar, nëse e blej shamë dhe morë 400 ose 40 euro, dhe të nesërmen, po të njëjtit ja shes mashtrajt. Mirë. Kjo më varë, që është farforme përdorë. Kjo më varë qëfar forme përdorë, qëfar forme ndodhë kontrata e shitjes dhe blerjes. Qysh. Nëse këna bone ti sët një pazarë. Shletëse kjo këtë qatë shumë pëllëm 400 euro, qatë telefon që kiti së të që paske. Dhe mbrana natës, i rashë shmoni, ja one, a më në pazarë në bënë më kry. Ja unë i rash pishmoni, ja i reti që ma shite. Dhe të një esërmen, më thirë në telefon, edhe më thu. Qysh për del telefoni, që këmë përvu haleve sa qova, me të bë një kërkesa, dje mërzi, apo ma këthen. E që i bije, shetma. Pse me ta shit, që që këmë pishmoni që ta këmë shit se jem këmësu me të me përdorë ku ta dione. Tash, unë jem pranër telefonit ti, ju ti. Dhe i djekon ti, se djemon pranër telefonit. Tash, unë kam të drejt me ta shit, kam të drejt, mes me ta shit. Kam të drejt me ta falë,
kam të drejt me të adha me qëfim ma të shtrejt, kam të drejt me qëfim ma të lirë. Ose me të njëjtë qëfim. Bimi parët merre. Ose, a ma shite ka 800 po, a në 2500 të eshes. Po që 500, po përse në kom marrë për me shite, në vitej 100 eurën të, ose 50 euro. Që dënë ti, mështëria i parë ka këti prapi njëjti, që i pronari i djehit, ta eshes për 450 euro. Që kjo është në regull krejt. Pse? Sepse në dyshit blerje veç që veç të ndara në ka të bëje para me të dyten. është një diçka tjetër, nuk e di këtë është a ludej që ato nuk a ludej, që në fiqh quhet bej u lu'ine. është një në kapitull atje në fiqh, një respondens në kapitull e shitblerjes, që quhet bej u lu'ine. Bej u lu'ine i bije, është një lloj hile me i kamatës. Hile me i kamatës. Qysh? Thomën e tyje për shambull, po më dohen muhe nja 10.000 euro. Të thu 10 njerë nuk kam me të dha. Por e kam një farkerë që aty, e ja bojmë da një qysh. Haj qysh ja bojmë, të regam. Mu përmëvim sa? 10.000. Mu përmëvim 10.000. Te i ki një kërë, të cilin ma shetë mu kërën, thë për ta shetë që të kërën, për 12.000 euro. Thëmë, ane, ma s'ka parë me t'i la, t'i pranoni herë. Dhe unë i marrë kjerën për 12.000 euro. Tamam, për parës t'i jepi, se s'kam. Se të më dërzesh kjerën mu, me në herë thuk tash, shët ma ti mu kjerën, që dhe t'njëjtin, për 10.000 euro. Unë për t'jepi 10.000. Tash që t'kërë tonë, ta këthej ty, ti mi jep mua 10.000 euro. A 2.000 me të bërë, sepse 12.000 ke, 2.000 këthi masanej, që bia 10.000 të gjithë ty për qëtash, a 2.000 me dhanë ma shumë. Përvan që me thonë, në punë fajdeve dhe reprezentim pare, e bujna me malë. Për ta sheste, me ma shqit mu të me qika që ma shumë, e që me fitune, me shqit ma papak, o me fitune që kaq, që me të mu një 1.000 ose 2.000 euro. Për me të gjithë 10.000, ti me këthi mu 12.000. Nëse ka qëllim të, kjo është haram, është kamat. Kjo është haram të këtë fëkahat. Po në ashta se ka këj për qëllim. Inshallah, ja. Po. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Allah mirë, selamu alaikum. Keni pyetje për hoxhën, jeni dërë për drejtë, emision rruga ndryquar. Kemi një pyetje për hoxhën, dhe të mi apo një pyetje hoxhën. A është e lejushme me mojtë fotografi në shpe për shembull, ose në dhomë, gjumit, kudo që t'jesh, gjallë ose ide kun që është, a është gjuna? Muri. Fal, mos ndërprej. Amen, pse lë, dhe se qartë. O bo, aleikum selam. Për muri, se sigurisht që për gjep nuk vetas për telefon, për muri. Shëqa, vjerja, mbajtja, fotografive, kulturave, skulpturave, që janë me gjallesa, të insanve, të hajvanve, gjallesa me shpirt, është haram dhe atë nuk hinë me laqët. Dhe atë nuk hinë me laqët. Po të asë njësine që. Mund të hynë me laqët që do të të përcjel ty, me të shënur gjënat që i banë edhe mrana shpetane. Sepse ta shkesh mesele tjetër, kur theme si hinë me laqët, po mirë me laqët të cilë të shëqërojnë e nësanin, automatikisht parashtrojt pyetja. Ta shkenë në pyetje. Kjo është mesele përjashtuse, e regullet të përgjithshëm.
në vendin, në shtëpin, ku ka qenë, ku ka skulptura, piktura, fotografi, të krijesave të Zotit me shpirt gjallësa, nuk hyn me laçet. Tash më ndër para shtorpytja, po mirë me laçet e cilat nuk i ndahen njeriu të anil yemini o anil shimali qaid në të djathtë, të majtë dy me laçe rrinë për para, kur nuk i ndahen insanit. Prej momente që hin moshën madhore deri sa t'jap shpirt. E shu dy me laçe, a edhe këto dyja nuk hinë mrena në shtëpi? Në shtëpinë që ka qenë edhe fotografi? Po edhe më shumë se sa kaq. Po mirë se me laçet a hynë për banjën vetë se Allah i nderoft? Jo, nuk hynë. Për ata nuk bën me nejt në banjën vetë se njeriu gjatë. Vetëm si mbas nevoje sa ke. E kryve nevojën që ka pate, mu pastruve abdese, me prish abdeset e tjera, dhe del për jashta. Nga se në banjo rrinë dreqnit. Nuk rrinë me laçet. Për ata ne, para se me hinë banjo, që ka themi, Allahumme inni a'udhu bike min al-khubuthi wal khaba'ith. O zotru min al-khubuthi wal khaba'ith, është shejtani. Rumë pe tyne. Nga sa ata rrinë vendet e pista. Në vendet e pista nuk rrinë me laçet. Tani, a me laçet a thua futen me robin mrenda, pasi që kanë me i shenu amelet, në bënd që ka të bënaj, edhe në banjë vendin e ndyt, apo rrinë të dera e presen dhe peslartë i shenojnë. Të njëjtën gjë edhe në shtëpi, që bënë e kitë pyetje, të që parashtrove edhe në shtëpi, në të cilën ka fotografie, skulptura, piktura, vizatimet, me gjallësave gjithmonë, a thua edhe aty nuk hinë me laçet të cilat dëmës janë të detyruar me në shoqëru neve. Apo hinë ato, por ato merre me në fusht ngusht, e qenë me shënu. Gjinadhe se vapet. Allahu alem, ka mundësijat edhe te. Nuk e dim. Po ne kur themi si me laçe, fjala me laçet e bereqetit, sepse aty ku ka me laçe, ka bereqet. Aty ku nuk ka me laçe, ka dreqen, ka shejtan. E ku ka shejtan, nuk ka rahati, nuk ka qetësi shpirtërore, nuk ka stabilitet psiqik. Sa ma shumë me laçe në një vend, bereqeti Allahut është më i madh. Pse në xhamia njeriu qetësohet psiqikisht, e shpirtërisht, pushon, relaksohet, çlodhet. A hotel ke xhamia? A restoran pas tyje ke xhamia? A fetele koltuqe pa xhamia? Jo, mori asnjë këtu jo. Por bereqeti i xhamis, prezenca me laçeve. O, ju njerëz. E ne kem nevoj me na shoqëru me laçet e Allahut. Andaj për këto është fjala. Kështu që fotografit e insanve, njerëzve, të gjallë të vdekur, nuk mbahen muri. Mos e bëni këtë bidat. Mos e mundoheni më bë burrat mirë të sille birveti. Nuk ka vend shtëpit besimtarë, kjo është rregull tona musliman. As xhamia tona, as shtëpia tona, ne nuk i mbushëm me ikona, me fotografi, nuk i mbushëm ne, muslimant. Kështu ka qenë han e dan baba dan, në islam, prej shtëpisë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Njëherë Aisha, i kish marrë do perde, i kish marrë do me fotografi, ka bo diçka me, edhe si të dera tha qenë këtu, duhet për jashta.
Thash, hiqi, qky? Dhe i morri bëni cëpë, marrëja stek në to. Aisha. Se pësini mrana pejgamberi. Sallallahu alaihi wasallam. Pra në shtëpit besimtarit, xhamit besimtarit muslimanëve, nuk kanë vend fotografit. Nuk kanë vend skulptura, gjithmonë flasim për gjallësa. Sepse nëse zatën lullet në xhami apo një lule në shpitane, po në rregull është. E që i bojnë njerëzit këto. Dhe i kanë bo. Po. Allah ndroft dhe marrim telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për Hoxhën? Po, dishta një pyetje për Hoxhën. Urnani. Ka hyrë dikush në shtëpi edhe mi ka marrë 2 astek në dhomë të fjetjes. Një astek gjumit. Po. Edhe s'po mujt me gjetë sa dhe asaj dite, subhanallahu shqetësuar shumë. Me thonë që hi dikush, me thonë hajnë që ka hi me marrë ka pas ka në më me vlerë, që i kish marrë, ju ata 2 astek. Do është avesh një sugjerim nëse ka mundësi. Që sa ka ndodhë kja? Ka ndodhë që një vetë që shto. A të tërsa s'ke vrejt kur gjo? Që ka pas, është janë marrë me një qëllim, shkakuj se ka pas sa në më me vlerë që me marrë diçka, nëse ka qenë na i kush, na i hajnë, po menoj, ka pas sa në më me vlerë që ka mujt me marrë, pse bashkë jas tek në dhomë të fjetjes, dhomë gjumit. Tama. Allah ndroft, marrim një këshill prej Hoxhës, faleminderit që na keni telefonuar. Selamu alaikum. Edhe juve gjithashtu, e ju rujt për çdo sherrri. Në fakt, ti je shqetësu sepse ai i cili ka hyrë në shtëpi, ai apo ajo, dhe i ka marrë respekt, ai ka bëvëq për çka më të shqetësu. Veç, edhe ka arrit dhe ti je shqetësu. Çka? Sigur se kur hin dikush edhe më shë me një farë briskë vëzit, ose me një gjilet, ti përin dësa vende, sa të gjonë që të që shpejt diçka edhe del. Ose mund tjetë i familjes tane. Sa mund të bëjë vezvese. E që ke ndodhë rast të shumë të sa të dush. Familjarët me zveti. Jo dhe më zëshpëresht një të shpi. Për shumë vihra me reja. Ose konatat, jo dhe më zëshpëresht. Por njerë që vinë, rrinë, anën, jo këshite, jo të migjëse ata, jo këta, jo dojve, jo. Edhe zelia, hasedi me zgranimet, që është ma prezent, e sa të burrat, për me shqetësu pak, pse kje lutëne, pse kje punë të mirë, pse kje me burë punë të mirë, mu jame me hangër kryt, pa bërtet gjithë, kësaj se bërtet korë, s'paki kje, kje s'pa të rëgohet, kje po të rëgan veç mirë, unë po zihna, e gjelezje i ka plan, edhe shka një bërë një shaj. Qëfar do qoftë, mënyrë që me shqetësu, me bo ves, edhe balasht. Sepse vetë që ka mujtë me bo dhe bënë, insani. E insani, la ilaha illallah. Insani sa din dhe mundet me bo mirë, aja të njëtin ko din dhe mundet me bo dhe keq. Bile keq, me bo me gudzu, që din insani, e që kujtojt insani, me bo keq, menja tjetër nuk shkan. E pasaj njerëzit thujnë, e pse gjenit e gjehnemi. Atja vesh ku po jetan. A jemi neva, a jenë tokë të bukës, a je kona, si kësajda. Që me bukë të në njerëzve. Që 24 orë, këta një gajle kanë, qysh mi aprish taraqinë, terezinë, disponimin, rahatinë të tjerëve. Që të gajle kanë. Pse filani a knash me thmit vetë? Pse unë e ja. Pse filani lumt me burt vetë? Pse unë e ja. Smundja zemrës, hasedi, zelia, urrejtja, keqadashja dhe përpjekja për mja marrë të mira, nëse jo me që safar vese, safar budallakinash, me shqetësuar të Zotit, taksirat, me
punu për xhenem. E xhenema më shumë ka gra burra. Gra. Po, për ata pejgamberi alayhi kam pa xhenemin. Edhe kam pasur shumica banorë xhenemit ishin gra. La ilaha illallah. Shumica banorët e xhenemit ishin gra. Dhe krejt për shtusane qështu. Qështu. Sane që qasht vogla janë. Dhe qaq lehtë më rujë për ty nësë për marrë me të... Qka mirë në burrat me të sene? Po flasë shumicë e burrave. Po qa interesën burrat për familje tjetër qka është? Allahu në zotën drejtoftë, mëse për marakoj, mëse për maraksam për këtë punë për. Ka deshme të qesu dikush, ja ka rrit, andaj harro këtë punë. Thuj udhu billahi me shton rajim, Allah haruna ja Rabbi, Allah haruna për gjdo. Të keqe e shirrit insanit, e të shejtanit, e shirrit nefsit, e shirrit gjdo ku ja Rabbi l'alimin. Allahumma amin. Hoxha Allah ndërëft, Allah të shpërbleft. Të dashur miq, ishim së bashku me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefet Krasniqi. Ju falenderojmë për vëmendjen. Shpresojmë të takohemi në emisionin e radhës javën e ardhshme. Deri atëherë, selam aleikum.